Në vizitën e parë në nivel shtetëror, presidentja Vjosa Osmani është pritur me ndërime ushtarake nga homologja zvicrane, Karin Keller-Sutter. Në Bundesplatz në Bern, pas intonimit të himneve dhe nderimit të flamujve shtetëror, dy presidentet u përshëndetën me turmën e mbledhur, kryesisht diasporë kosovare. Pasi tha se më shumë se 160.000 njerëz përbëjnë diasporën e Kosovës në Zvicër, të integruar në të gjitha sferat, Keller-Sutter mbështeti ambicjet e Kosovës për integrime evropiane. Zvicra qëndron me vendosmëri prapa ligjit ndërkombëtar dhe integritetit territorial të gjitha shteteve, qoftë Ukrainës apo Kosovës. Vendi im mbetet i përkushtuar pa lëkundur ndaj paqes dhe sigurisë në Ballkanin Perëndimor. Zvicra gëzon bashkëpunim të thellë dhe të qëndrueshëm me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Për Kosovën, SBA-ja është një nga aleatët më të afërt. Teksa vizitën e parë shtetërore e quajti historike, presidentja Osmani shprehu falënderime ndaj Zvicrës, që siç tha, u bë streh për popullin e Kosovës në orët më të errta të historisë. One of Kosovo's biggest blessings in its history. Një nga bekimet më të mëdha të Kosovës në historinë e saj ka qenë pikërisht fakti që ka pasur partner dhe miq pranvetës. Nga Zvicra dhe shumë të tjerë në Evropë, e deri në Shtetet e Bashkuara ju keni qëndruar me ne në çdo hap, në çdo sfidë. Dhe mirënjohja e popullit të Kosovës do të mbetet gjithmonë e palëkundur. Për te fillimit të bashkëpunimit dhe thirrjes për investime nga diaspora, në konferencën pas takimit dypalësh, presidentja Osmani u pyet edhe për blokadën politike në Kosovë. Si presidente jam e shqetësuar për këto vonesa, sepse barën e këtyre vonesave e paguajnë qytetarët e Kosovës. Me mos konstituimin e kuvendit, ne nuk arrim ta kemi një kuvend funksional, ku mund të ratifikohen marrëveshjet ndërkombëtare, përfshi ato që lidhen me New Growth Plan, me planin e rritjes së Bashkimit Evropian, dhe ka edhe dëme të shumta të cilat ne i bajmë si barë, si qytetar të Kosovës, për shkak të mungesës së kuvendit të Republikës së Kosovës. Pasi tha se duhet të kujdesemi që vatrat e krizës të mos ndizen sërish, presidentja zvicrane foli për aplikimin e Kosovës për antarësim në Këshillin e Evropës. Nuk është çështje e jona, faktikisht është çështje e brendshme e shteteve anëtare. Janë shtete që marrin vendime sovrane. Mirëpo unë mendoj se ky zhvillim mbështet edhe stabilitetin në rajon. Paraprakisht në nisje të vizitës, dy presidentet bashkë me delegacionet përkatëse qëndruan në kështjellën rezidenciale Lon Manor. Në mbrëmje, në kuadër të vizitës shtetërore do të mbahet një banket i mbyllur, në të cilin, jo zyrtarisht, televizioni mësoi se krahas afaristëve kosovarë-zvicran, përfaqësuesve shqiptar në nivele të ndryshme institucionale në Zvicër, pritet të marrë pjesë edhe futbollisti shqiptar Gjerdan Shaqiri. Në ditën e dytë të vizitës shtetërore, presidentja Osmani do të vizitojë St. Gallenin e më pas Gjenevën, ku pas ditën e vonë do të takohet me diasporën shqiptare.